Në kuadër të javës së Evropës, stacioni i trenit në Shkodër është ndërruar në një hapësirë arti dhe kujtese kolektive përmes projektit Terminali Vinire, një eksperiencë artistike e sjell nga artistja Eda Zari. Gjësia është e mirë, ne vlerësojmë çfarë do lloj sepse në fund të fundit ne i bëjmë një hënë dhe promovojmë vendin tonë, virtytet tona, kujtesën tonë që është shumë e rëndësishme, edhe punën e atyre njerëzve të cilët i kanë dhënë jetën e tyre, ja kanë dhënë hekurudhës shqiptare. I pranishëm ishte dhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, ku së bashku me ambasadorin e BE provuan një udhtim të shkurtër simbolik me tren. Sigurisht që këto hapësira që ne dëshirojmë që të jenë të hapura mund të jenë edhe hapësira virtuale ose thjesht hapësirat në mendjen tonë, por është kënaqësi që shikojmë që një hapësirë si ky stacion është bërë i hapur tashmë dhe është sjellë në një mënyrë tjetër për të gjithë ne. Ditën e parë që ne bashkë kemi folur, bashkë dy jeta, kam përqafuar idenë për të pasur një gjë shumë të shenjtë që është memoria kolektive. Atë çfarë ne brezit vjetër nuk i kemi dhënë sot, ata kanë parë që ky ambienti jonë të rjetësohet dhe nuk kemi ku shkojmë përpara pa kujtuar kaluarën. Sot është pjesë, aktiviteti sot është pjesë e javës europiane, e cila pakthehet tashmë në traditë me aktivitete të ndryshme, të cilat tregojnë që Europa nuk është thjesht për ekonomi edhe politikë vetëm, por është pjesë edhe për treguar trashëgimi, për treguar art, kulturë edhe bashkimin e njerëzve. Dhe i tillë është edhe aktiviteti i sotëm, i cili realizohet në stacionin e trenit edhe në sjellë një herë kujtesë në formë muzeale, historikun e saj edhe formën se si ka funksionuar. Për 3 ditë me radhë, nga data 15 deri me 17 maj, në këtë hapësirë industriale u gjenden instalacione artistike, materiale arkivore, tinguj, video projeksione dhe performanca live, duke rikthyer vëmendjen tek historia dhe simbolika e hekurudhës shqiptare.